Gjatë ditëve të fundit është vërejtur një rritje e lehtë e rasteve me infeksione virale në zonën e Postribës, ku janë regjistruar disa raste. Sipas mjekëve të qendrës shëndetësore, me të prekurit janë fëmijët e moshës 1 deri në 4 vjeç. Simptomat më të shpeshta të raportuara janë temperaturë, kollë dhe lodhje trupore. Mjeku i qendrës shëndetësore Mes, Sokol Xhabjaku, bën me dije se situata mbetet nën kontroll, por apelon për kujdes të shtuar nga ana e prindërve. Kemi moshën 1 deri në 4 vjeç, të cilët janë më të rrezikuar, ato na vinë me probleme të çrregullimit të traktit intestinal, pra vinë me diare dhe me të vjella. Këtë rast po bëj edhe propagandë, nuk është situata që të trembemi, por duhet i marrim çdo gjë seriozisht. Mjafton që të zëvendësojmë ato likide dhe mjekimin e përshtatshëm. Gjithashtu qytetarëve u rekomandohet të shmangin qëndrimin në lëndina në këtë zonë për të evituar pickimet nga insektet, të cilat mund të ndikojnë në përhapjen e infeksioneve. Gjithashtu ne bëjmë edhe një propagandë madhe me prind që të kenë kujdes, sepse duke dalur të kenë kujdes kur dalin nëpër lëndina, nëpër fusha, këtu që kemi plot, që të ruhen nga pickimet e insekteve, të cilët janë shumë të shpeshta në këtë periudhë. Deri tashmë ne nuk kemi pasur një rast, por gjithmonë ka ndodhur. Bluzat e bardha në qendrën shëndetësore Mes janë në shërbim edhe të turistëve që vizitojnë luginën e Kirit, Urën e Mesit dhe Kalan e Drishtit. Personeli mjekësor u bën apel të gjithë banorëve të zonës që të mos neglizhojnë simptomat dhe të mos marrin medikamente pa u konsultuar më parë me mjekun.